që mendoni, Emerald, Vokshi njërë, se Vokshi ka qenë brenda. Pa tjetër. Zoti Zoga është themelusi, unë thjesht kam qenë brenda. Ka ikur më shpejt. Okej. Zoti Zoga ka shumë shpejt që ka ikur. Për dalë këtu të ky argumenti. Tani ta trajtojmë me ftohtësi edhe me njerëz të cilët e prekin realitetin e Partisë Demokratike. Çfarë ja ka thyer qafën Partisë Demokratike ka qenë ky radikalizmi. Ndaqin ta pranojnë, e ndaqin mos ta pranojnë. Kur janë ndjekur mandatet, kam qenë antar i Këshillit Kombëtar në atë kohën, dhe është debatuar për djegjen e mandateve, dhe është debatuar për linjat e veprimit politik. Dhe përveç kësaj, kanë qenë disa njerëz tjerë në bordë në korridore që thonin digjni mandatet, për ndryshe jeni tradhtar. Tani, le të bëjnë çfarë të bëjnë, le të hedhin bomba, le të marrin atë mitralozin fishek zjarr të demokracisë, në fund do të përballesh në kutinë e votimit për të fituar legjitimitet. A jep legjitimitet shtesë, opozitës, rebelimi, se e ja bëmi trima, mund dalim dhe me armë në shesh edhe të mos lejojmë asnjë socialist të futet në institucione. Na jep legjitimitet popullor kjo dhe na jep pushtet legjitim? Nuk na jep pushtet legjitim. Çfarë do të thotë? Nuk mjafton vetëm të kesh të drejtë. Unë jam dakord që dhunën strukturore e ushtron Edi Rama. Ushtron dhunën institucionale, jo legjitime, se për legjitimen jemi dakord, ushtron dhunën strukturore tek biznesi, tek përcaktimi kush do të jetë i pasur dhe kush do të jetë i varfër në këtë vend, tek klientelizmi, tek shumë përcaktime të tjera, kush do vdes dhe kush do jetoj. Mirë po nuk mjafton që një opozit të ketë vetëm të drejtë, duhet të jetë dhe e zgjuar për të shkuar tek e drejta e vet. Që do të thotë, pas një viti fiks ka zgjedhje. Nëse janë zotët të dalin në zgjedhje, t'i marrin 20 bashki dhe ta delegjitimojnë në mënyrën siç delegjitimohet. Nuk e delegjitimon dot Edi Ramën me Molotov dhe nuk legjitimon veten me Molotov. Pra ne kemi harruar parimet klasike. Opozita legjitimohet duke marrë pushtetin vendor, duke marrë pika kyçe, bashki kyçe të cilat nuk i ka marrë më parë. Ashtu ngrihet në rrugën drejt pushtetit politik. Është romantike, është bukur që t'i shpallim një luftë armatosur. Rezultati, cili është? Ose cili do t'ishte rezultati? Ato vjen t'y pushteti legjitim? Jo. 10 protesta shumë të mëdha dhe serioze ka pasur në vitin 2019. Kur shkuam të kutia votimit, 622.000 vota Partia Demokratike, 768.000 ose 80.000 Partia Socialiste. Pra një diferencë shumë të thellë midis dy subjekteve politike, që do të thotë, ja bëm hyzmetin e revolucionit të rrugës, të gazit, bombave, gjatë gjithë vitit 2019, por nuk ja bëm hyzmetin kutisë së votimit. Në qoftë se do ta delegjitimosh, pushteti delegjitimohet në zgjedhje. Nuk është Edi Rama s'po them diktator, pa aq i frikshëm sa duan ta paraqesin këta. Se çfarë ka bërë zoti Berisha? Zoti Berisha, duke bërë këtë përshkrimin e Edi Ramës si njeriu i frikshëm i krimit që të hadhet, shtrydhet, të nxjerr zemrën nga krahërori, ju ka futur frikën vetëve. Se është problemi i madh. Ti u mbash fjalim gjithë ditën partisë tënde dhe t'ju thuar që ky është kriminal, dhe ky është i fortë, dhe ky është diktator, dhe ky ka gjitha dhe ne s'vim dot pushtet. Unë nuk e di a ka ndonjë kryetar tjetër partie në botë që e bën këtë. Se e kundërta do të ishte, duhet i thoshe partisë tënde që ky është i dobët, ky ka pika të dobta, me mobilizim ne e delegjitimojmë dhe ja marrim pushtetin, me zgjerim të Partisë Demokratike ja marrim pushtetin. Pra këta nuk duan t'ja bëjnë hyzmetin në kuptimin e kutisë së votimit, në kuptimin e sfidës reale të pushtetit legjitim, edhe thonë çfarë bëjmë me që nuk duam këtu se janë interesat ekonomike që kanë përcaktuar secilin deputet PD-s dhe secilin hierark të lartë të Partisë Demokratike. Flitet për mandate të blera, mandate të dhuruara, mandate që janë dhënë si qoka biznesmenve për t'ja futur njeriu në parlament, pra nuk ke një parti e cila funksionon në shtratin normal të interesave të shoqërisë, është një parti e një 5-6 biznesmenve që përcaktojnë ata. Dhe nga që nuk duan ta bëjnë reformimin dhe ta çojnë Partinë Demokratike afër me interesat e shumicës së popullsisë, nuk i ka Edi Rama interesat e shumicës së popullsisë. Në të gjitha sondazhet deri në 10% të njerëzve janë të lidhur me shtetin. Pjesa tjetër janë njerëz që punojnë punën e tyre, nga që nuk duan ta bëjnë këtë reformim.
se ai është regjim në qeveri dhe këta janë regjim në opozit, pra duan të mbajnë ato postet dhe ato pozicionet aty, çfarë të gjejmë tani ne për ti kuruar mendërisht militantët, e janë i hedhim bomba në bulevard që të krijojmë iluzionin se ne po bëjmë luftë dhe do ja marrim pushtetin shumë shpejt. Ky është problemi, pra njerëz të cilët nuk kanë dalë në zgjedhje, ndoshta dhe nuk munden ta kuptojnë për arsye të përvojës jetësore. Por kur del në zgjedhje janë të gjitha mundësitë, nëse ke kandidat mirë, nëse ke narrativ të mirë politike. Nuk ja vjedh kush votën demokratëve. Zoti Zogaj është një jetë në Partinë Demokratike dhe unë kam qenë, por nuk ka burr që i vjedh votën një kryetari seksionit Partisë Demokratike kur të ketë kutinë e votimit në ruajtje. Kur janë vjedhur votat? Nuk janë vjedhur votat Partisë Demokratike. Kur ka fituar Partia Demokratike? Partive të vogla është tjerë, nuk janë vjedhur. Kush ja ka vjedhur votat? Ore demokratët janë trimare. Kush ja ka vjedhur? Ish deputet PD-s. I ka vjedh, i ka dhënë poste, i ka bërë rilindas. Po ç'është ky është problem tjetër, unë po them për vjedhjen e votës. Ka vjedhur deputet. Nuk i ka vjedhur deputet, kanë shkuar vetë. Kanë shkuar vetë deputetët se i përzet ti dhe të shkojnë atje është mohabet tjetër. Jo, nuk është problemi se vjedh votën. Ai e vjedh para se të shkojë. Si e vjedh para se të shkojë? E vjedh te interesi. Si? Tek buka e gojës. E vjedh tek ai lokal, dyqani i vogël që ka aty te shtëpia. Si i vjedh? vjedh? Te i tatimorin dhe i thua që shiko, o i jep votën ose për ndryshe. Ore po deshi ta jap tjetri votën, nuk ka tatimor që janë ndryshon. Unë jam dakord me një gjë, me disa gjëra që thua ti, kur vjen puna tek çështja e riorganizimit PD-s. Po. Pikë së pari për të kuptuar një herë, çështja e protestës në vetvete, protestat to janë. Ç'a presim ne që të bëhet aty, nëse ndodh diçka në protestë, ndodh protestë. A është e mirë apo e keq përfitim politik apo jo, kjo është edhe gjë. Por le të ndodhë, po them mas një viti ka zgjedhje. Mas një viti çfarë kam unë me Partinë Demokratike dhe me opozitën në përgjithësi. Pra, unë seriozitetin në fakt të një proteste të Partisë Demokratike do ta shikoja tek vazhdimësia e saj. Pa jo duket sikur është gjithmonë një shëtitje 2 orëshe me pak përplasje me policinë, e cila mbaron nga ora 8:30, ikim në shtëpi për të ardhur në një ditë tjetër. Dhe ajo që unë pyes është, ore çfarë pengon Partinë Demokratike? Që në këtë situatë që është qeveria, që e meriton totalisht të gjitha ato emocion, se ka një emocion te protestat sot që flasim. Ka një emocion popullor që është një mlef i madh. Ndaj kësaj që i është bërë këtij populli, mlefi është te protestat e për 10 Florës, jo aty. Po. Ka emocion, jo, ka emocion dhe aty. Nuk është Partia Demokratike vetëm aty tek ajo protestë. Më beso mua. Aty është dhe popull, është dhe popull. Aty ka dhe mund të ketë dhe socializëm. Pra janë njerëz që vinë, natyrisht që nuk do ta shoqërojnë për gjatë gjithë kohës, po janë njerëz që duan ta nxjerrin emocionin. Tani, pse nuk e kanalizon dot opozita gjithë të vibe të madh që ka popullor, sepse nuk e shikojnë vetëm ne Belinda Ballukun.